Partia Demokratike kërkon që të krijohet menjëherë shtabi i emergjencave civile dhe të ndihmohen banorët e prekur nga përmbytja. Deputeti Albana Vokshi ishte në fshatrat e komunës Novosel, ku banorët deklaruan se ndjehen totalisht pa mbështetje. Ka ardhur një në zonë këtu. Sot. Herë parë po shikojmë një femër që po vinë. Me mua me atë shokun 80 krerë po. Janë përmbytur gjitha. Po. Jeni mirë të lej ata shelekët, mund edhe shelekët ka marrë. Nuk po vetëm dhe që na mbytur me gjitha shokut 80 krerë. Sikur shteti nuk di çfarë të bëjë shteti. Shteti duhet të marrë masat të gjitha. Nuk di çfarë të bëjë. Deputetja Vokshi i bëri thirrje kryeministit Rama të vesh çizmet e të zbresë në terren për të parë katastrofën me të cilën përballen banorët. Nuk ka asnjë strukturë të emergjencave civile, nuk ka asnjë institucion apo agjenci shtetërore, nuk ka askush nga pushteti lokal apo pushteti qendror që t'ju vinë në ndihmë këtyre banorëve. I bëjmë thirrje qeverisë që menjëherë të krijojë shtabin e emergjencave civile, ta sjellë këtu në mënyrë urgjente një situatë shumë e rënduar. Është e rënduar fizikisht, është e rënduar psikologjikisht. Shteti dhe qeveria dhe Rama t'i lë konferencat për shtyp, të vesh çizme, të zbres vetë në terren për të parë situatën. Komuna Novosel është një nga më të prekurat nga përmbytja që u shkaktua nga rreshtet e rëna në fundjavë.